Parku natyror Porto Palermo përbën një vlerë të çmuar natyrore dhe historike. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ndau në rrjetet sociale pamjet e kësaj zone mbreslënse, bimësia e secilës karakterizohet nga prezenca e Euphorbia dendroides, i cili përbëhet nga një habitat më të mirëmbajtur të kësaj specie në Shqipëri. Porto Palermo është gjithashtu dhe një habitat i rëndësishëm për specie të tjera me vlerë. Parku natyror Porto Palermo është shpallur me VKM në vitin 2022, kategoria 4 e zonave të mbrojtura. Parku natyror i Gjirit të Porto Palermos ka një sipërfaqe të përgjithshme, nga e cila 87.93% janë sipërfaqe detare ose 12.7% janë sipërfaqe toksore. Zona e Porto Palermos, Lamanit, sidomos Gjiret, janë një burim shumë i rëndësishëm për peshkimin dhe marinën kulturën. Livadët dhe Posidonia formojnë lëndina nëndetare, hapësira e pastër detare breg detare me vlerë nënujore ende të paprishur, si prania e mbetjeve arkeologjike të shekullit të dytë para Krishtit, është fantastike për zhytësit. Në zonë janë edhe 3 qendra të rritjes së peshkut, marin kulturë.